dispozita se në cilat raste shkarkohet kryetari, dhe e dyta, duhet keni parasysh që Këshilli Bashkiak i Tiranës nuk është mbledhur me vullnetin e tij për të shkarkuar kryetarin, por shkarkimi është diktuar nga kryeministri dhe nga Këshilli i Ministrave e para. E dyta, Këshilli Bashkiak i është kërkuar që në shkurt për të mbledhur për ta shkarkuar nga këshilltarët e opozitës dhe s'ka pasur vullnetin ta bëjë. Nëse do të ishte në drejtën e vet do kishte këto mend që ka sot mbas 7 muajsh. Dhe e treta që të kuptoni, Këshilli Bashkiak ka bashki në këtë vend ku kryetari është demokrat dhe shumicën e Këshillit Bashkiak e ka Partia Socialiste. Po çdo ndodhte nëse shumica e Këshillit Bashkiak mblidhet dhe shkarkon kryebashkiakun demokrat për inat politik apo për duke hapur në një shkrikelje X në procedura apo dyshime mbi tendera e gjitha me radhë, dhe të mblidhet tani Këshilli Bashkiak i Kavajës, po e marr si shembull, dhe shkarkoi kryetarin e Bashkisë Demokrat sepse është në drejtën e vet Këshilli Bashkiak. Sigurisht që mund të përdoret forca e kartonave edhe arroganca e gjitha me radhë. Unë e kuptoj qëllimin e kryeministrit, dhe ndoshta është qëllimi mirë në vetvete për ta çuar Tiranën zgjedhje sepse do ta kompletoj si arteria kryesore e pushtetit vendor dhe si një institucion më i rëndësishëm se shumë ministri në këtë vend, me thënë të drejtën. Por nga ana tjetër, unë u thash, ligji parashikon që bashkitë mungesë kryetarit drejtohen me nën kryetar. Nën kryetari ka gjithë forcën e vulës dhe të firmës ta kontrolloj dhe ta menaxhoj situatën dhe të mbaj përgjegjësitë e tij përballë ligjit, po njësoj si kryetari në mungesë të tij. Tani ka një shqetësim në këtë mes sepse është ky gjyqi i tij zgjatur i Erion Veliajt, ose më saktë janë hetimet. Edhe bashkë me Erion Veliajt bën pjesë edhe rasti i Ilir Metës, fatkeqësisht. Unë kam qenë kritik, edhe jam kritik i Ilir Metës, i politikës të tij, kam qenë një nga personat që kam shpresuar në arrestimin e tij. Këtë arrestimi i tij do zbarte disa të vërteta që janë mbajtur, që ky popull i ka diskutuar gjithmonë në nivel kafeneje dhe ka qenë gjithmonë i revoltuar për rolin e Metës edhe çfarë ka bërë në politik. Mirë, po çfarë po shohim që, domethënë, drejtësia e re ka arritur atje sa që i merr njerëzit nga zyra, nga rruga dhe i mban në qeli ndërkohë që s'kan përfunduar hetimet. Tani Partia Socialiste në rastin e Veliajt, po meqense jemi aty, e ka të gjithë forcën që ta korrigjojë këtë reformë në drejtësi. Nuk mund të kënaqemi me deklarata ku thuhet që ne nuk e sulmojmë reformën, ne nuk e zhbëjmë reformën, por drejtësia ka bërë një akt banal, një akt vandal, një akt të nxituar me marrjen nga zyra të kryebashkiakut, sepse në fund të ditës, nëse ne kemi reformuar një drejtësi, pra kemi arritur ta reformojmë drejtësinë, dhe kjo drejtësi nuk ndryshon fare nga ajo që ishte më përpara në raport me afatet e hetimeve dhe raport me afatet e gjykimeve, ne pastaj kot që flasim. Domethënë, imagjinoni kur një kryebashkiaku i zgjat procesi gjyqësor 1 apo 2 vjet, se ne nuk e dim se dhe sa mund t'i zgjasë, po u bën 8 muaj. Imagjinoni tani, nëse qytetarët vazhdohen dhe sorrollaten dyert e gjykatave me vite tëra, po njësoj si para vitit të 2017 a 2015 kur u miratua reforma. Kështu që Partia Socialiste ka detyrim të mbajë një qëndrim edhe në lidhje me këtë, me sjelljen e drejtësisë, me shkeljen e afateve, me shkeljen e drejtave të njerëzit, edhe me çdo veprimtari tjetër që në thelb nuk po jep përgjigje shumë pikpyetjeve. Qartë, mirë. Për të kaluar pak tek kjo saga tjetër që po luhet edhe në media veç të tjerash për gjetjen e kandidatit për kryetar të Bashkisë të Tiranës nga ana e opozitës. Partia Socialiste e zgjidhi menjëherë që në datën 11 shtator, duket që edhe tani pas një muaj opozita, Partia Demokratike dhe aleatët e saj nuk e kanë gjetur dot kandidatin që do t'i përfaqësojë në zgjedhjet e Tiranës. Kanë qenë disa emra, me thënë drejtën, që nga pedagogu Ermal Hasimia, nga më përpara nga zonja Dira Çepani, nga aktori Florian Binaj, nga propozimet e tjera, se s'dua t'i përmend të gjithë emrat, se hidhen edhe kështu emrat, edhe ndoshta duhet.
Çfarë është gjithë kjo histori, se kuptoj, Historia është e tillë tani që së pari ne kur themi Partia Demokratike dhe aleatët duhet kuptojmë që Partia Demokratike nuk ka aleat parti politike, ka aleat disa individ pa parti, pa elektorat edhe pa njerëz mbrapa. Domethënë, e dyta, nëse flasim për mungesën e një kandidati politik, ky është një deficit i Partisë Demokratike, sepse së pari aq njerëz ka Partia Demokratike, aq sa kanë parlament, ato 40 deputet, se 10 tjerë kanë këto partitë, ka futur kryetarët e partive dhe njerëzit e Ilir Metës. Dhe së treti është dështimi i mëparshëm që kanë patur me primaret, dhe arsyeja pse nuk po zhvillojnë më primare, sepse ne e dimë që primaret përveç akuzave që kanë ndjellur brenda kandidatëve të Partisë Demokratike pas numërimit të votave, nga ana tjetër thjesht kanë promovuar disa figura qesharake nga Partia Demokratike që kishin ambicie për kryebashkiak apo për deputet apo figura tjera brenda Partisë Demokratike. Tani ka ndodhur që Berisha, në pamundësi për ta gjetur kandidatin, përpiqet t'ia faturoj kandidatin, e para duke ditur rezultatin zgjedhor, humbjen që e pret, dhe së dyti duke patur parasysh që nuk po gjen dot kandidat, askush nuk do ta diqte mandatin për të hyrë në një garë që zgjat një muaj dhe që dihet rezultati, ai përpiqet t'ia faturoj vim tek mbledhja. Këtyre që ju i quani aleat, po partive të vogla ose individëve të vetë shpallur. Dhe ajo që shohun është kjo, që basi Berishës si është imponuar figura e Ermal Hasimes nga partia e Agrosheajt, atëherë Berisha është hedhur dhe ka financuar apo ka nxitur kandidimin e aktorit dhe piktorit Florian Binaj për të ushtruar presion rreth partisë Mundësia, për të tërhequr kandidatin dhe për të thënë që atëherë nëse ju e kandidoni Hasimen nga ana juaj, ne kemi një alternativë që në duket si popullore dhe që ka një mbështetje në rrjetet sociale deri tashmë, sepse në votime nuk e di pse si do ndodh. Pastaj kemi dhe një situatë tjetër ku shumë kandidat kanë shprehur dëshirën për të kandiduar, kanë shpallur kandidaturën në rrjetet sociale. Unë po shija dje, mos gaboj, Agron Haxhimali nga Instituti Bashkimeve Shqiptare ka shpallur kandidaturën, një avokat më parë, Gylsen Zhillima, ka shpallur kandidaturën. Janë dhe disa tjerë cilët po shpallin kandidaturën. Duhet kuptojmë që kandidosh për Bashkinë e Tiranës nuk mjafton vetëm dëshira. As unë dhe as ti nuk mund të kandidojmë për Bashkinë e Tiranës, sepse na duhen ose dalim në rrugë të mbledhim 20.000 apo 50.000 firma sa e ka ligji, ose në të kundërt duhet firma e një deputeti që na propozon, apo duhet dhe firma e një antari të Këshillit Bashkiak që të propozon për kandidat. Dhe ju e keni parasysh një palëzgjedhje më parë kur kandidonte Marko Dajti nga Partia e Punës, pra një komunist, u bë aq e stratë çështje sa që të kandidonte ai, vajti mori firmën dhe për ato firmosi Flamur Noha, për shembull. Domethënë, duhet ndjekur këta kandidat në momentin që zyrtarizohen, duhet ndjekur nga ne gazetarët, edhe nga ju për shembull, sepse është shumë interesante të shohim se kush do firmos për ta dhe kush është dakord që ata të hyjnë në garë. Shumë interesante ishte reagimi i pedagogut dhe akademikut Artan Fuga në rrjetet sociale, i cili thoshte që t'i thuashin deputetit Partisë Demokratike të kandidojë në Tiranë është njësoj si kur ta vrasësh, për ta përmbledhur pra të gjithë mesazhin e tij. Tani, është kjo shenjë e dështimit të opozitës, Ardit, dhe pse bëj këtë pyetje, sepse bëhet fjalë për kryeqytetin, nuk bëhet fjalë për një zonë të humbur diku andej ose ndonjë bastion të Partisë Socialiste, bëhet fjalë për qendrën e zhvillimeve politike të vendit. Dhe çfarë na tregon kjo ne për organizimin e opozitës? Dhe fundja si ka përfunduar kjo, se 9 nëntori erdhi dhe një muaj është. Data 6 sot. Mua më vjen keq kur diskutohet nëpër studio, në kuptimin e kësaj që Tirana nuk është Shqipëria. Dhe nuk ka zgjedhje vetëm Tiranë, ka edhe 5 bashki tjera. Nëse dikush nga Partia Demokratike është ti thuash kandidosh për Tiranën është sikur ta vrasësh, pra siç thot profesor Fuga, dhe ashtu është,
Për matin, çfarë problemi ka Partia Demokratike që nuk ka një kandidat? Për Cerrikun, që është bashkia e vogël, pse nuk ka një kandidat? Sepse s'po të them Vlorën dhe Tepelene që dihet që janë bastione të Partisë Socialiste, po për Beratin, që është një bashki e madhe, tepër e rëndësishme dhe Partia Demokratike më parë ka patur drejtues atje. Pra, çfarë shqetëson një deputet Partisë Demokratike të Matit ose një të Beratit, që të jap dorëheqjen nga mandati dhe të kandidojë. Po sigurisht që përgjigja është evidente. Së pari është rezultati zgjedhor që është i parashikueshëm lehtë, ne nuk mund gjejmë dot shifrat eksakte, por fituesin e kemi të projektuar, dhe nga ana tjetër sigurisht që Partia Demokratike është në një krizë për sa i përket burimeve njerëzore, njerëzve që duhet ketë rreth vetes. Domethënë, gjithë jeta politike e Partisë Demokratike është kufizuar rreth disa personazheve që bëjnë pjesë edhe në grup parlamentar, që janë gjithsej 40 veta, se ja u bëra llogarit, pra hiq Mediun, hiq Dulen, hiq 4 njerëz të Ilir Metës, hiq Mesila Dodën e gjithë në radhë, Partia Demokratike gjithsej ka 40 plus 1 njerëz. Ka dhe Ilir Ali Mehmetin që ka mbetur jashtë grupit parlamentar. Domethënë, ky është këto janë gjithë njerëzit, gjithë figurat e Partisë Demokratike, dhe këta duhet bëjnë o rolin e deputetit, o duhet t'japin dorëheqjen nga mandati i deputetit dhe tuten në përzgjedhjet lokale, ose të ndjekin lojën që bën Berisha me kandidatët e këtyre partive të vogla, edhe me këto deklaratat se do mbështesin kandidat pavarur. Tani, unë duhet të them diçka, meqense jemi ende te kandidati, meqense Berisha ka bërë një thirrje edhe këta po përpiqen gjejnë një kandidat që ne themi jo politik, se nuk ka njeri jo politik dhe kandidat jo politik, po ndoshta një kandidat apartiak. Jo partiak, apartiak, sepse pastaj ata të tre që janë përmendur fillimisht janë gjithë lidhur me Partinë Demokratike dhe nuk janë jo politik. Gjithë o kanë shërbyer te Partia Demokratike, o i kanë shërbyer apo kanë patur të afërmit e tyre në Partinë Demokratike dhe në zyrën e Sali Berishës, ose rasti atij djalit të diasporës që prishte mitingjet e Edi Ramës nëpër diasporë, kështu që nuk mund të themi se janë jo politik si figura. Tani Berisha në vitin 2003, që ta kuptoni, është shprehur në atë kohë Partia Demokratike pati një presion shumë të madh që përballë Edi Ramës të kandidonte doktori i njohur Mentor Petrela. Pati një presion nga mediat, nga lobingjet ndryshme, dhe Berisha në atë kohë mori Spartak Gjelën, i dha një post në Partinë Demokratike, një sekretar për marrëdhëniet me publikun, dhe e katapultoi Gjelën dhe e nxori përballë Ramës me pretendimin, domethënë si u shmang në atë kohë doktor Petrelës, si u shmang me argumentimin që një parti që nuk prodhon dot vetë një kandidat politik, më mirë mos ekzistojë as 24 orë, po t'i vë Chelsea derës edhe të shpërndahen gjithë nëpër shtëpi. Dhe atëherë nxori Spartak Gjelën si figurë politike të Partisë Demokratike. Pra, ky Sali Berish, i cili ka udhëhequr me këtë devizë se kandidati duhet jetë politik dhe me drejt, një parti e madhe politike duhet ketë kandidat e saj politik, alternativat e saj, në këto kushte, këtë herë ne e shohim të shpërfituar, të kthyer nga kjo teoria e tij dhe duke përpjekur t'ja paturoj kandidatin aleatëve. Sali Berisha, meqense ishim aty, ka vijuar me akuzat e tij të zakonshme, po kësaj here të drejtuara ndaj zëvendës kryeministres Zonjës Balluku, sipas tij, për takime me eksponent pra të botës së jashtëligjshme në Vorë, periferi Tiranës, me shumë gjasa për fushatën e Tiranës, sepse nga Partia Socialiste tani krerët e njësive janë darë dhe kanë filluar punën. Pa dashur të pyes për saktësinë e akuzave të Berishës, se mbase po të paragjykoj, po e di përgjigjen. Pyetja ime është kjo që a ka Partia Socialiste arsye që të hipermobilizohet në këto zgjedhje? Pra të friksohet dhe të mobilizohet në të gjitha drejtimet, edhe në ato që e akuzon opozita, kur ne pothuajse e kemi të qartë se si do shkoj rezultati.
ne duhet kuptojmë diçka që Partia Socialiste ka disa zgjedhje që nuk kandidon më, domethënë që nga momenti që hoqi Ilir Metën nga koalicioni, që nga viti 2017 e tutje, Partia Socialiste nuk kandidon më për të fituar në zgjedhje. Partia Socialiste kandidon për pjesëmarrje. Nëse ka një merak Edi Rama dhe Partia Socialiste sot, në çdo zgjedhje që vijnë, është pjesëmarrja sa e lartë të arrijë një pjesëmarrje sa më të lartë. Kjo është sfida e Partisë Socialiste. Nuk është sfida nëse do të fitojë apo jo. Dhe sa e nevojshme është pastaj që figura kaq larta shtetërore takohen me eksponent të krimit, unë nuk di të jap përgjigje, sepse normalisht në një regjim, siç thotë Sali Berisha, ku jetojmë ne, ligjin e bën regjimi dhe nuk e bëjnë bandat. Dhe janë bandat që kanë nevojë për regjimin, edhe jo regjimi për bandat. Por sigurisht unë ja u thash që nuk është fare nevojshme për Partinë Socialiste, për aq kohë sa vetë Berisha diskuton për miliona edhe miliarda të grabitura dhe që hidhen në zgjedhje, pse do të kërkohej mbështetja e bandave kriminale, sepse ne dim raste, jetojmë në Shqipëri, nuk e fshehim që dim raste ku vota mund të jetë blerë, ose ndikimi familjar në vot mund të jetë blerë, por nuk dim raste që ka vajtur banda nëpër dyert e qytetarëve me armë dhe u ka thënë votoni këtë apo votoni atë, kështu që këto nuk janë akuza, mendoj unë, as serioze, po janë akuzat papërgjegjshme, siç janë ato tjerat që Berisha herë flet në emër të antimafjas italiane dhe thot kemi informacione, thot që Edi Rama ka qenë Aruba, herë flet në emër të mafjas së Shkodrës duke akuzuar njërën palë dhe duke mbrojtur tjetrën, edhe herë flet në emër të shtetit, duke përshëndetur këto arritjen e paqes Trumpit, e që janë këto vendimet që merren nëpër botë.